Pas një muaj agjërimi dhe sakrifise, besimtarët mysliman në Gjirokastër kanë falur namazin në orët e para të mëngjesit të sotëm. Ndërkohë, krerët e myftinisë kanë përcjell urimet e tyre për më shumë paqe e begati në familje. Miftiu Aurel Senja ka uruar në këtë ditë të veçantë të gjithë besimtarët kudo ku ndodhen të kenë harmoni dhe gëzim me njëri tjetrin. Në këtë ditë të madhe të Fitër Bajramit kam kënaqësinë dhe lumturinë që të uroj të gjithë besimtarët musliman në qytetin e Gjirokastrës, por edhe me gjerëzuar Fitër Bajramin. Lut Zotin e gjithësisë që t'ua ketë pranuar adhurimet, agjërimin dhe përkushtimin tuaj gjatë muajit të begat. Kjo është një ditë feste, një ditë gëzimi brenda familjeve tona, brenda komuniteteve tona, duke ndarë këtë gëzim me familjen tonë, me prindërit tanë, me të afërmit tanë dhe me të gjithë shoqërinë. Bajrami nuk është vetëm për ne si besimtar musliman, por është një ditë kur ne ndajmë solidaritetin me njerëzit që janë në nevojë, duke u përpjekur që gëzimi, lumturia të futet të deportojë në çdo pore të shoqërisë. Ky gëzim vjen pas një muaji të gjatë përkushtimi, ku besimtarët janë përpiqur që të kultivojnë vlerat më të larta të moralit, duke disiplinuar veten e tyre, duke u larguar nga veset me qëllimin që kjo mirësi, këto vlera na ndjekit, na pasojnë edhe jashtë muajit begat të Ramazanit. Lut Zotin e gjithësisë që kjo të jetë një ditë gëzimi, një ditë hareje, një ditë mirëkuptimi, një ditë bashkimi, një ditë vllazërie dhe këto festa na i rikthej vit pas viti, gëzuar për shumë vjet Fitër Bajramin. Të shumt kanë qenë besimtarët që kanë dhënë mesazhe urimi për festën e Fitër Bajramit. Sot është një ditë e bekuar, një ditë e falënderimit dhe gëzimit ndaj Zotit të gjithësisë për të gjitha mëshirat dhe begatit që ai na ka dhënë. Pas një muaj agjerimi, lutjesh e sakrifice, ne kemi arritur në Fitër Bajram, një festë që na ndihmon të kuptojmë më mirë rëndësinë e dashurisë, mirësisë dhe solidaritetit. Le ta shfrytëzojmë këtë ditë për të përhapur paqe dhe harmoni, për të lidhur më shumë marrëdhëniet me njëri tjetrin dhe për ndihmuar ata që janë në nevojë. Zoti na dhënë shëndet, begati dhe lumturi në familjet tona, gëzuar Fitër Bajram. Zot mbarësi, shëndet, gjithë të mia t'ju bekoj të gjithëve Zoti, i madhërisëm, i lartësuar. Hare, begati, dashuri, lumturi në gjitha familjet. Festimi i Fitër Bajramit në Sarand shpalosi njëherësh rritjen vit pas viti të masës së besimtarëve musliman në qytet, ku radhat e faljes shkuan te oborit të xhamisë kryesore të qytetit, asaj që daton në vitet 30. Pas një muaji agjërim, finalizimi i një adhurim 4 javor, si rëpërtëritje e besimit dhe lidhjes me Zotin, ishte me Fitër Bajramin. Në këtë ditë njeriu që drejton jetën islame të Sarandës, Miftiu Bledar Mullaj, përcolli mesazhin e domosdoshmërisë që njeriu të përqafojë vlerat e besimit, të jetoj me besim e ta përfundoj jetën denjësisht si i tillë, si kusht për sukses në provimin para Zotit. Familja e rinia ishin kryefjale e mesazheve të tij, ruajtja e së parës dhe morali i të dytës, së bashku me ambicjet e larta e mundin e madh për të qenë të realizuar në jetë në mënyrën më fisnike të mundshme. Kjo ditë e Fitër Bajramit, veçurimeve e përqafimeve vëllazërore mes besimtarve, ka patur si moment e akt ngazullues edhe shkëmbimin e dhuratave. Në një prej supermarketeve më të mëdha të qytetit është pohuar se ky vit ka qenë me kërkesa të jashtëzakonshme për blerje dhurata në prag të Fitër Bajramit të destinuara për këtë ditë.